Shikues të ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve nisim me njëherë pas gati 12 orë luftë me flakët është shuar zjarri që përfshiu pas mesnate kodrat e palasës pranë tunelit të Llogaras. Ushtria, zjarfikës dhe emergjencat punuan në terren gjatë gjithë natës, ndërsa nga mëngjesi sotëm një helikopter hodhi ujë nga ajri për të shuar flakët duke normalizuar situatën. I nxehti ekstrem afrikan ditët e fundit ka shtuar emergjencat e zjarreve. Flakët që përfshin kodrën pranë palasës në jug të vendit u shuan plotësisht vetëm mesditën e të shtunës. 11 zjarfikës me 4 automjete nga Himara e Vlora dhe 43 efektiv të forcave të armatosura luftuan me flakët pranë tunelit të Llogaras prej mesnatës, por pa rezultat deri në mëngjes, kur në ndihmë u shkoi dhe një helikopter i forcës ajrore. Temperaturat e larta, ajra e fortë dhe terreni i vështirë vështirësuan punën dhe nuk lejuan neutralizimin e zjarrit, i cili u arrit të lokalizohej vetëm pas ndërhyrjes nga ajri. Flakët në këtë zonë dogjën pyje dhe shkurra. Megjithse vatra e zjarrit mbi tunelin e Llogaras u shua plotësisht, Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen Civile thotë se zona po mbahet nën monitorim për të shmangur çdo riaktivizim të mundshëm të flakëve. Zjarri i rënë në fshatin Drenov të Mallakastrës është vënë në nën kontroll nga forcat zjarfikëse pas ndërhyrjes së menjëhershme në operacion për neutralizimin e flakëve u angazhuan 6 mjete zjarfikëse dhe mbi 50 efektiv nga repartet e Mallakastrës, Patosit, Roskovecit dhe Fierit. Në terren kanë qenë edhe shërbimet e Bashkisë Mallakastër dhe Policia Bashkiake. Era e fortë favorizoi flakët që u përhapën me shpejtësi dhe ju afruan varrezave dhe banesave të zonës. Ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve bëri të mundur neutralizimin e flakëve dhe parandalimin e hapjes së tyre drejt zonave të banuara. Nga zjarri u prekën rreth 7 hektar sipërfaqe me ullinj dhe pyll me shkurre. Forcat zjarfikëse vijojnë të qëndrojnë në terren për monitorimin e situatës. Ermal Beqiri, biznesmeni i kërkuar nga SPAK me dyshim për korrupsion, pastrim parash, pjesëmarrje në grup kriminal dhe disa vepra të tjera të rënda penale, kishte bler një kështjell në Francë mes disa pasurive të tjera me vlerë miliona euro. SPAK po bashkëpunon me autoritetet homologe në këtë vend për sekuestrimin e këtyre pasurive në territorin francez. Pas arrestimit në Francë, disa ditë më parë, gjykata vendosi burgimin e tij në pritje të ekstradimit në Shqipëri. Pasuri me vlerë miliona euro në pronësitë të Ermal Beqirit janë zbuluar në Francë gjatë hetimeve të zhvilluara në bashkëpunim mes autoriteteve franceze dhe SPAK. Mes tyre spikat një kështjell në departamentin Ojse me vlerë rreth 2.6 milion euro, si dhe 2 apartamente, llogari bankare me mbi 2 milion euro dhe automjete. Për këto asete, prokuroria e posaçme u ka kërkuar autoriteteve franceze vendosjen e sekuestros, ndërsa hetimet financiare vijojnë për identifikimin e pasurive të tjera. SPAK përmes një njoftimi zyrtar thotë se ra në gjurmët e Ermal Beqirit në muajin qershor, ndërkohë që ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol. Sipas burimeve që prej momentit arratisjes së tij nga Shqipëria, Beqiri ishte vendosur në Francë, ndërkohë që ka qenë aktiv në Teams, ku koordinonte punën dhe kishte komunikim të vazhdueshëm me punonjësit në kompanitë e tij të programimit. Pavarësisht aktivitetit të tij lehtësisht të gjurmueshëm nga autoritetet shqiptare, SPAK ju deshën 6 muaj për të rënë gjurmët e tij. Ermal Beqiri u arrestuar më 24 korrik të 2026 nga autoritetet franceze, pasi hyri me avionin e tij në një hapësirë ajrore të kufizuar të centralit bërthamor të Penlit dhe u detyrua të ulej në aerodromin e Alberit. Më pas, gjykata franceze vendosi vazhdimin e parë burgimit të tij për qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Ndaj tij është saktuar masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme për disa vepra të rënda penale, mes tyre konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera, pastrim parash, korrupsion aktiv dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Megjithatë, në një pikë duket se Beqiri është treguar më i kursyer. Kështjella e tij ka kushtuar më pak se vila e Agron Shehajt në Itali. Ndërtimet në zona turistike pezullohen për 45 ditë deri në përfundim të sezonit veror. Vendimi që synon të sigurojë pushime të qeta për turistët ka hyrë në fuqi ditën e sotme dhe do të jetë i vlefshëm deri më datë 15 shtator. Ndalimi përfshin ndërtimin e objekteve, gërmimin dhe nxjerrjen e inerteve. Shkelësit do të ndëshkohen me gjoba që nisin nga 2 milion lekë.
Hyn në fuqi vendimi për pezullimin e ndërtimeve gjatë sezonit turistik. Për një periudhë 45 ditore, nga 1 gushti deri më 15 shtator nuk lejohet asnjë punim ndërtimi në terren që cënon turistët. Kategoritë që përfshihen në masat e pezullimit janë punimet në karriera, pikat e nxjerrjes, përpunimit dhe shfrytëzimit të inerteve, si dhe aktivitetet e lidhura me to. Punimet e ndërtimit nga faza e gërmimit dhe hedhjes së themeleve deri në përfundim të ngritjes së karabinës së objektit, apo çdo ndërtim apo punim që shkakton zhurmë, plur ose ndikim tjetër negativ në mjedis. Zonat që përfshin masa e pezullimit janë çdo zonë bregdetare, qendrat urbane turistike, qendrat historike apo zonat e mbrojtura me funksion turistik. Përjashtojnë nga pezullimi punimet e rifiniturave të brendshme apo të vogla, pas përfundimit të ngritjes së karabinës së objektit, të pajisura me dokumentacion dhe që nuk shkaktojnë zhurmë, plur apo kanë pasoja negative për mjedisin dhe turistët. Në rast se subjektet shkelin këtë masë dhe vijojnë me ndërtime apo punime gjatë këtyre 45 ditëve, masa e gjobës fillon nga 2 milion lekë. Qeveria shqiptare ka marrë këtë masë të përkohshme për një sezon turistik sa më të qetë, pa zhurma, pa plur dhe me standarde. Shqipëria është në top listën e vendeve ku të huajt mund të kalojnë moshën e pensionit. Një klasifikimi i revistës amerikane Forbes e rendit Shqipërinë mes 24 vendeve më të mira ku të huajt mund të pensionohen. Jetesa për ta në Shqipëri konsiderohet mjaft e mirë, vendi që edhe taksa të ulta. Në Shqipëri, pensionistët e huaj gjen edhe kujdes shëndetësor në standarde të larta. Revista prestigjioze amerikane Forbes rendit Shqipërinë si një nga 24 vendet më të mira për të pensionuar jashtë vendit. Artikulli i Forbes i drejtohet kryesisht amerikanëve, sipas së cilës për shkak të klimës politike dhe ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shtyen më shumë të pensionohen jashtë vendit të tyre. Forbes ka marrë shembullin e çiftit Dorsey dhe Dan Schmitz, të martuar prej 37 vitesh, pensionist nga Michigan, të cilët tentuan të zhvendoseshin në një ser vendesh në gjithë botën, nga Portugalia, Greqia, Franca apo Tajlanda, por në fund përfunduan në Vlorë në Shqipëri. Në qytetin bregdetar shqiptar, ku paguajnë $1.100 në muaj për një apartament me 3 dhoma gjumi në shëtitoren kryesore Lungomare. Viza e tyre turistike vjeçare u jep atyre shumë kohë për të parë përreth dhe për të vendosur nëse do të aplikojnë për një qëndrim më të gjatë. Ndaj dhe një nga top vendet e rekomanduara është Shqipëria. Përshkrimi i Forbes për Shqipërinë nis si vend i fundit komunist që ra në Evropën lindore. Sot një antare e NATO-s, njohur si toka e Shqiponjave, me një klim mesdhetare, plazhe dhe male piktoreske, si dhe një kosto jetese sa gjysma e mesatares amerikane. Niveli i krimit konsiderohet shumë i ulët, kurse qeverisja mjaft e qëndrueshme. Kujdesi shëndetësor është i lirë sipas standardeve amerikane, i përshtatshëm dhe po përmirësohet, por disa pacient ende preferojnë të përdorin specialist në Itali ose Londër. Megjithse, sigurimi shëndetësor privat konsiderohet i domosdoshëm. Komunikimi nuk është as pak një problem, pasi anglishtja flitet gjërësisht, veçanërisht nga të rinjt shqiptar. Taksat në Shqipëri janë të ulta dhe kredia tatimore e huaj e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndihmon edhe më shumë. Një pensionist amerikan mund të qëndrojë në vend si turist për një vit të plot. Vizat një vjeçare lejojnë nomadët digjital të punojnë me leje unike. Një rrugë tjetër për një qëndrim të pacaktuar janë në dispozicion dhe mund të rinovohen 5 herë. Hapi tjetër është një vizë qëndrimi afatgjatë që çon në një vizë pensioni. Disa prej qyteteve që rekomandon Forbes për daljen në pension në Shqipëri janë kryeqyteti Tirana dhe qytetet bregdetare Durrësi, Saranda e Vlora. Shqipëria me këtë vlerësim të Forbes renditet krah Austrisë, Kanadas, Argjentinës, Greqisë, Qipros e Italisë të njohura prej dekadash për kushtet e favorshme për pensionistët. Shqipëria i bashkohet nismës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për zhdukjen e hepatiteve virale deri në 2030. Në plani kombëtar i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë parashikon zgjerimin e testimeve për të diagnostikuar në kohë këto sëmundje që shkaktojnë cirrozë dhe kancer të mëlçisë. Vaksinimi kundër hepatitit viral është i detyrueshëm për fëmijët, edhe në vendin tonë nuk ka asnjë rast në këtë moshë. Për herë të parë, Shqipëria miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke ju bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C deri në vitin 2030. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor
është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Hepatiti viral mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në nivel global dhe është një ndër shkaqet kryesore të cirozës dhe kancerit të ëmbëlsisë. Lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, më pak cirozë, më pak kancer të ëmbëlsisë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Çdo ditë në botë mijëra njerëz infektohen me hepatit viral, ndërsa shumë të tjerë diagnostikohen vonë, duke rritur rrezikun për komplikacione të rënda të ëmbëlsisë dhe vdekje. Aktualisht mjekët thonë se ka mjete të sigurta dhe efektive për të parandaluar dhe trajtuar hepatitin. Vaksinimi kundër hepatitit B, testimi në kohë dhe trajtimet moderne antivirale janë ndër ndërhyrjet më të rëndësishme për të reduktuar barrën e kësaj sëmundje. Kardinal Ernest Roshani rikthehet në ish burgun e Spaçi, disa dekada pasi që ndroi aty si i dënuar politik i regjimit komunist. Në prani të ish të përndjekurve politik, kleriku i Vatikanit mbajti aty një mesh në kujtim të dënuarve dhe të pushkatuarve nga diktatura. Në ceremoni u përcoll edhe një mesazh i Papa Leonit XIV që nderoi martirët dhe qëndresën e tyre përballë persekutimit komunist. Pas disa dekadash, eminenca e tij kardinali Ernest Roshan Simoni rikthehet në Spaç, në burgun ku dikur ju mohua liria dhe ku ndau vuajtjet me qindra të burgosur politik. Në oborrin e ish burgut mes mureve që mbajnë ende gjurmët e së shkuarës, kardinali kremton meshën e shenjtë në prani të ish të përndjekurve politik, besimtarve dhe përfaqësuesve të komuniteteve fetare, në nder të të gjithë atyre që u dënuan, u pushkatuan apo ende nuk kanë një varr, duke kujtuar vitet e persekutimit ai rrëfeu edhe akuzat për të cilat u dënuan nga regjimi komunist. Natën e Krishtinëve 6 të tërshit, mos e thash veshën, tanë popullin mesh, 4 vetë, bun hegurat, si më shtelma, në me popull, i dënuan për më varë detara. Arsyeja, pse kishte thënë, si po thonë sot popull, jena gjithë vitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë njerëzimit. E treta, akuza ishte fjala se kohë më Zoti 70 vjet i ka mush në ashtarisë. Në 56 jam shkuru me pas të shtjeftin e Konstantin Narsi e njëtin. Per eksorcizma, jeni bit e të madhë Zot, me dash janë tjetërin, me dash atë dheun, me mpër të vërtetën, me përhapë të vërtetën, e me nash pesat e jetës. Për jetën e tij në shërbim të fesë dhe qëndresën përballë persekutimit komunist, kardinali Ernest Roshan Simoni nderohet në një dekorat mirënjohjeje. Ceremonia përcillet edhe nga një mesazh i atit të shenjtë Papa Leoni XIV. Në letrën e ardhur nga Vatikani, Spaçi përshkruhet si një vend martirizmi dhe shprese, ndërsa kujtesa e tyre që sakrifikuan jetën cilësohet një thirrje përhershme për liri, dinjitet njerëzor dhe paqe. Vëllai nderuar, me emocion të thellë bashkohem shpirtërisht me shkëlqësinë tuaj dhe me të gjithë ata që janë mbledhur në ish kampin e burgut të Spaçit. Ai vend, i gdhendur në kujtesën e popullit shqiptar, mbetet një nga faqet më të dhimbshme të historisë së tij. Spaçi ka qenë një vend ku shumë veta kanë mbajtur kryqin e rënd të padrejtësisë. Bashkohem në lutje për ata që kanë vuajtur dhe kanë vdekur në Spaç, që kujtesa e tyre të mbetet e gjallë dhe të jetë për brezat e rinj, një thirrje e vazhdueshme për dinjitetin e pacënueshëm të personit njerëzor, për vlerën e lirisë dhe për angazhimin për paqen. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për edicionin qendror, më tepër ju mund të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Bashkë do të jemi edhe në edicionin e fundit në orën 23. Deri atëherë mirupafshim.